Këtë vit bujësor, fermerët e Divjakës po shohin të shkojë dëm djersa dhe mundi i punës së tyre. Tonelata të tëra me lakër kokë po groposen pasi nuk ka treg shitjeje. Qindra hektarë të mbjella me këtë kulturë prej vitesh destinacion kryesor ka pasur tregun e jashtëm, por pikat e grumbullimit nuk kanë tërhequr as 5% të prodhimit. Ky fenomen i këtij viti ka prekur në mas të gjerë fshatrat Sulzotaj, Miz, Zharnec, Kryekuq, Kamenic, ku janë dhe sipërfaqet më të mëdha të mbjella. Të ndodhur në këtë situatë, fermerët prej 10 ditësh kanë nisur ta groposin pasi sipërfaqja e mbjellë me lakër duhet përgatitur për mbjelljen e shalqinit. Pavarësisht humbjeve, fermerët kanë porositur fidanët e shalqinit dhe janë të detyruar t'i paguajnë dhe të vazhdojnë punën. Fermerët gjykojnë që mungesa e tregut të jashtëm dhe kontratave të shitjes janë faktorët kryesorë të humbjeve totale të tyre nga kultura e lakrës. Po bën frezë, po secën asgjë që lakër e bën frezë, ta bëjmë gati për shalgji dhe me shalgji me kismet hecën. Ai puni shpyja vasish këtu ne. Po lakër sa shitet? Po ç'a shitim asgjë ja, siç e shef, ja tek e matani, ja tek matani, ja preshi. I gjithë për tokë s'ka secën asgjë. Po treg s'ka, edhe kohë që ishe pa forizueshme, tregu s'ka zvin tralet, po se erdhi treg nga jashtë. Ishe kota. Këtu dhe ne vetëm me 2 lyma nga Shqipëria, nuk ish. Po se erdhe nga jashtë, ishe kotë që të shu. S'kan që bëjnë dhe pikat e grumbullimit, se po se erdhe ato nga jashtë që të ku do qoj, da haj vete. Po jam shumë i detyruar të ta bëj fresë, e kam porosit fidanin, ai s'ta marr fidanin. Do ta shesi ose do detyroj që hajde me fidanin se ket porositur. Do bëj tokën gati, do frezoj preshin që të mbjell fidanin. Jo, nuk ka pasur treg, po është u kalb në rrugaret. Nuk shesim se shteti jon ky nuk ka rregullator, se shteti është rregullatori. Për çdo gjë që mbjell fermeri, rregullatori shteti. Shteti ne s'na kanë defter fare. Vetëm do tatimin e tokës atje dhe miru pafshim. Nuk ka. Ose berva ta mill me kontrat. I dakord jam unë. Po të më organizoj heqje, të di atë kulturë që ta mill, ta kem qitur. Kështu që ne nuk na kanë defter njëri, me thënë drejtën. Aktualisht ka kaluar koha që ju po e groposni lakrën? Kjo ka marrë punë. Kjo matan tjetri, burazeri tjetër matan. Kjo ka marrë punë. Edhe preshja avash po marron punë. Nuk ka. Po të pak në të janë shpenzime, janë lek. Nuk e di që do bëhet, po njërë për njërë situata. Fenomeni i këtij viti me kulturën e lakrës ka prekur të gjithë fermerët që e kultivojnë atë dhe në bashkinë Lushnje. Sipas të dhënave jo zyrtare, sipërfaqja e mbjellë me lakër në bashkitë Divjak dhe Lushnje i kalon 500 hektar. Sipas fermerëve, kostoja e kultivimit të 1 hektari lakër shkon 5 deri në 6 milion lekë të vjetra.